Amelia Bejka i sjell në Gjirokastër vendin e tretë të Olimpiadës Kombëtare të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Nxënësja e gjimnazit Sir Shaplo arriti ta zërë këtë vend pas vlerësimit me 35 pikë në të 30. Me këtë çmim Amelia nuk nderoi vetëm veten, por edhe emrin e shkollës ku ajo studion. Në të vërtet nuk e prisja që të isha fituese në Olimpiadë, sepse vajta shumë e lirshme, vajta pa emocione, vajta pa shumë pritshmëri të mëdha, thjesht të provoj thash veten. Po në fakt, patjetër që fitoria ishte një gëzim i madh për mua, jo vetëm për mua, por edhe për shkollën. Uroj t'i kem bërë krenar mësueset e mi, sidomos mësuese Elvirën, mësuesen e gjuhë letërsisë. Olimpiada në të vërtet ishte më tepër për të shprehur unin personal, unin artistik, apo për të shprehur zhvillimin intelektual të nxënësit. Megjithatë bazohet në rregullat bazë gjuhësore që kemi marrë në shkollë të ndërtimit të eseve, ku kishim të bënim me formimin e 3 eseve, të cilat ishin një ese argumentuese, një ese rrëfyese dhe një ese përshkruese, sipas strukturës të caktuar të eseve dhe sipas rregullave gramatikore. Koha në dispozicion ishte 3 orë. Në të vërtet duket si një kohë shumë e gjatë, por për të bërë ese është e mjaftueshme dhe madje unë mu desh dhe pak më shumë kohë që të mbaroja esen e fundit, madje esen e fundit nuk e bëra dot aq bukur sa do doja unë ta kisha bërë, sepse lodhja nga 2 eset e para dha efektin e vet dhe eseja e tretë doli pak në nivel më të ulët se ato 2 të parat. Mendoj se 2 eset e para kanë qenë arsyeja pse unë mora këto pikë dhe pse fitova këtë çmim. Ese gjithsesi kishin temë shumë të bukura. Njëra ishte për një hero të heshtur që kemi takuar në jetë. Njëra ishte për një stuhi që kemi kaluar në jetë dhe se si më ka ndikuar mua si individ në formimin tim dhe në vendimet që kam marrë në të ardhmen. Dhe eseja e tretë ishte për mendimin personal si virtyt dhe si faktor në zhvillimin e individëve. Heroi i heshtur? Atëherë, heroi i heshtur unë kam bërë diçka shumë personale. Është një djalë i vogël 7 vjeçar që jeton te jetimorja e qytetit, që e kam takuar atje. Atje e kam përmendur me emër, po nuk dua ta përmend tashmë. Ai më ka frymëzuar shumë dhe për mua ka qenë hero, jo vetëm për mua, por mendoj se ai së pari është heroi vetes. Duke qenë aq i qeshur, aq pozitiv, aq i dashur me jetën, saqë mua më dha një mësim shumë të madh dhe më dha një shuplak, le të themi, kur e takova dhe pash pozitivitetin e tij. Historia e dytë? Historia e dytë, një histori që kemi kaluar në jetë. Unë kam bërë atë që kaluam vitin e kaluar në shkollë, që na ndikoi shumë në mirëqenien tonë emocionale si nxënës, duke qenë se u etiketuam shumë, u bëm tabelqitje në një farë mënyre dhe unë shpreha ndjesitë e mia se si u ndjeva në ato ditë dhe në ato vite që nuk dua ta kujtoj në fakt. Pastaj eseja e tretë ishte më tepër për të testuar zhvillimin intelektual, për të testuar se sa ke lexuar, ishte me një shprehje të Gandhit. Mirë është të përfshihet sa më shumë shprehje për shembull në këtë ese. Dhe me sa pikë arrite këtë vend? Atëherë me 35 pikë arrita të kap vendin e tretë. Çdo ese kishte 2 eset e para kishin 15 pikë, ndërsa eseja e tretë kishte 20 pikë. Amelia si vjetësh maturante, pavarësisht talentit që ka në letërsi, ajo preferon të studiojë për mjeksi. Pavarësisht se unë kam zgjedhur një drejtim që nuk ka të bëjë drejt për drejt me letërsinë, siç është mjekësia, unë do vazhdoj të lexoj, do vazhdoj të studioj, të merrem me letërsinë si një hobi, patjetër. Për mua është shumë e rëndësishme letërsia sepse mendoj që çdo kush duhet të ketë një zhvillim të caktuar intelektual dhe një zhvillim të caktuar gjuhësor për të qenë jo vetëm i ditur në fusha të caktuara, por edhe për të pasur një zhvillim të përgjithshëm si individ. Është i dyti vit të resht që çmimi i tretë i kësaj olimpiade vjen në gjimnazin Sir Shaplo në Gjirokastër.